E din që kam shefët mas Halloweenit. Nashta ti po knaqësh, ama dikush tjetër po kesh me ty. Kjo fest e ka origjinën paganizëm. Ka nis prej njerëzve që kanë thirr shpirtrat të këqij e jon munu mi largu djajt me djaj. Edhe sot, fatkeqësisht e bojnë atë njëjtin sen me zero informacion. E ma e rrezikshme është që përmban elemente që lidhen ngusht me magjin. Kostume, party, maska, foto e alkohol. E menojna që ky sen është cool. Po shejtani munot me të shti me e dosh terrin. E kur të ambientosh me terrin, a i ma let dëpërton të ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush i përngjan një populli, a i është prej tyne. E tash, kujt po i përngjan ti? Allahu nuk na ka kriju me dosh terrin, po Allahu na ka kriju me adhuru ata përmes dritës të udhëzimit. Në Kur'an, Allahu thotë, Allahu është mbrojtësi atyre që besojnë, a i nxjerr ata nga errësirat në dritë. Mos u ambiento me terrin, e mos u bo vegël e shejtanit. Kujto kush je, e kujt i përket. Allahut, posëduesit të dritës.